Mirë se keni ardhur në këtë ngjarje të veçantë, ku sot me shumë respekt e krenari, po e bëjmë për urimin e shtatores së heroit ton Lek Dugaxhini. Sot është një ditë që shënon një faqe të re në historinë e komunitetit tonë, një ditë që simbolizon bashkimin, përkushtimin dhe dashurinë për vendlinjen tonë të dashur Shpenati. Emri që mban kjo shoqat Lek Dugaxhini nuk është rastësi. Është një emër që përfaqëson mençurinë, drejtësinë dhe burrinë shqiptare. Është një kujtesë e përhershme e atij kodi moral që mbajti gjallë shpirtin e popullit tonë ndër shekuj. Besa, nderi dhe fjala e dhënë. Gjatë periudhës së parë të veprimtarisë së shoqatës janë përfunduar me sukses disa punë të rëndësishme që tregojnë përkushtimin dhe seriozitetin e këtij grupimi. Rregullimi i kuvendit të shoqatës tashmë një hapësirë të denjë për mbledhje, takime dhe diskutime mbi projektet që do të shërbejnë zhvillimit të Shpenadisë. Sistemimi i rregullimit të varreve, një akt respekti e dashurie për të parët tanë. Me këtë punë fisnike kemi treguar se kujtesa për ata që na lanë këtë tokë nuk shuhet kurrë. Rregullimi dhe përkujdesja për shtatorin e Lek Dugaxhinit, vepra më domethënëse e kësaj periudhe. Shtatorja e Lekës nuk është vepër monumenti prej guri apo bronzi, por një simbol krenarie kombëtare, një kujtesë e përjetshme për të kaluarën tonë të lavdishme. Ajo na kujton çdo ditë se kush jemi, nga vim dhe çfarë duhet të mbrojmë. Me përkushtimin tuaj, kjo shtatore ka rifituar madhështinë që meriton, duke u kthyer në një pikë referimi për çdo vizitor dhe çdo brez të ri. Në këtë ditë të shënuar, dua të shpreh falënderim më të thellë në emër të shoqatës për të gjithë kontributdhënësit, donatorët dhe bashkëpunëtorët që me zemër me vepra kanë dhënë ndihmën e tyre. Faleminderit dhe urime për këtë ditë historike, rroft shoqata Lek Dugaxhini, rroft populli shqiptar dhe Shpenadia e bekuar. Ju faleminderit. Nga sot ky do të jetë një vend ku do të preferoja që të gjithë që vizitojnë Prizrenin të vinë dhe të vizitojnë këtu, sepse ka vlera edhe kombëtare, edhe historike, edhe kulturore. Kjo ngjarje sot dëshmon që njeriu nuk vdes, por jeton për amshim. E veçantë jetojnë ata që në jetën e tyre kanë lënë gjuhën pashlyeshme në jetën histori. Më kujtohet një shkrimi Shtefan Gjeqovit, kur kanë shku sërbë dhe i kanë thonë mos interpreto në gjuhë shqipe në kishë se nuk banë. A i thotë se na të vrasën, thotë ju mund të me vritni po, popullin shqiptarës mund e vritni kur, kombin shqiptarës mund e vritni kur. Shpresoj që ky event që bëhet sot të përcjell një paqë, lumturi, kënaqësi për familjet tona, në gjithë shqiptarë që njohen në çdo vend botës ku jetoj. Jemi këtu para kësaj shtatores kur i madhi Gjergj Kastrioti i dha amanetin që ta ruajnë Shqipërinë. Ai që na përfaqëson në botë, që është përkthyer në 10 gjuhë dhe po vazhdon të përkthehet edhe në gjuhë të tjera, është kanuni i Lek Dugaxhinit. Në çastin e fundit para se të largohet nga kjo botë, Lek Dugaxhini në praninë e krerëve në vendit të rrafshit Dugaxhinit, ka nxjerr shpatën duke ngritur syt lart nga sjellja e ka ngulur në dhe, duke thënë: "O Zot, merrem shpirtin, por mos premto të bij në dorë të turput." Ishte pikërisht kanuni i Lek Dugaxhinit, i cili kishte pajtuar shumë familje shqiptare, jo vetëm trojet tona të këtyre fshatrave tona, por në gjitha viset e Shqipërisë etnike. Të pëmosu me kanun e tradita, burra me plisa, mik pëjtës e bujar, trojet parve ardhur nga Mirdita, pëjs Leka, mjes tek e ardhë.
Këtë vit fshati ynë tregoi çfarë do të thotë bashkimi, përkushtimi dhe dashuria për vendlinjen. U organizuam, u konsoliduam, u forcuam si kur më parë. Nga ky bashkim lindi shoqata Lek Dugaxhini, një emër që meshron fisnikërinë, besën dhe burrërinë shqiptare. Në një frym të rrallë, uniteti, familjet tona dhe mërgata jonë e dashur kontribuan me dashuri, me bujari, duke mbledhur rreth 130.000 euro për një muaj.